8 sekretet për dhomën e gjumit që do të ndryshojnë pasurinë, shëndetin dhe dashurinë. Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot me miqtë tuaj. Sot do të flasim për diçka që ndryshon jetën e mirë a njerëzve çdo ditë, por që shumica e injorojnë plotësisht, dhoma juaj e gjumit. Sipas traditës 4000 vjeçare kineze, dhoma ku flini 8 orë çdo natë është vendi ku krijohet ose shkatërohet 70-80% e fatit tuaj në pasuri, shëndet dhe marrëdhënie. Në këtë video do të mësoni 8 rregullat e arta që ua rekomandojnë të gjithëve, rregulla që unë vetë i zbatoj për 12 vitesh dhe që më kanë ndryshuar jetën rrënjësisht. Le të fillojmë. Pika 1. Mbajeni dhomën të pastër dhe krejtësisht pa rrëmuj. Kur hym për herë të parë në shtëpinë e një klienti, gjëja e parë që bëjmë është të shohim nën krevat. Pse? Sepse rrëmuja nën krevat është si një bllokim i madh në autostradën e energjisë. Energjia që duhet të qarkullojë lirshëm natën, ndërsa ju riparoni trupin dhe mendjen, bllokohet nga kuti këpucësh të vjetra, rroba të palara apo revista të grumbulluara. Rregulli është i thjeshtë. Nëse nuk ju bën të lumtur ose nuk e keni përdorur në 12 muajt e fundit, hidheni, dhuroni ose shisni. Rregulloni krevatin çdo mëngjes. Ky veprim i vogël i jep trurit sinjalin: unë jam në kontroll të jetës time. Dhe kur je në kontroll, tërhiq mundësi të reja. Pika 2. Mos e vendosni krevatin në vijë të drejtë me derën. Kjo quhet pozicioni i arkivolit. Kur dera dhe krevati janë në një vijë të drejtë, energjia hyn me shpejtësi të madhe, si një erë e fortë dimri, dhe ju godet drejt e në trup ndërsa flini. Rezultati? Zgjimi i shpeshtë, ëndra të këqija, dhimbje mesi dhe, në plan afatgjat, humbje parash të papritura. Nëse nuk mund ta lëvizni krevatin, zgjidhja është një perde e rëndë ose një paravan i ulët mes krevatit dhe derës. Edhe një bimë e madhe me gjethe të rrumbullakta funksionon. Dhe një paralajmërim i rëndësishëm: mos e vendosni kur krevatin përballë derës së banjos. Banjoja ka energji shtëruese dhe të lagësht. Është si të flini me një kanalizim të hapur pranë kokës suaj. Pika 3. Koka e krevatit duhet të ketë një mur të fortë pas. Dhe quhet ndryshe pozicioni i malit. Një mur i fortë pas kokës simbolizon mbështetje të fortë nga mentori, shefi, partneri apo fati i madh. Nëse krevati juaj është në mes të dhomës ose koka është nën dritare, truri juaj në ndërgjegjshëm ndihet i pambrojtur dhe aktivizon modalitetin e mbijetesës edhe gjatë gjumit. Nëse dhoma është e vogël dhe nuk keni zgjidhje tjetër, vendosni një copë dru të madhe ose një kornizë fotografisht të madhe pas kokës, krijon të njëjtin efekt mbrojtës. Pika 4. Hiqni të gjitha pasqyrat që shohin krevatin. Kjo është një nga rregullat më të rëndësishme dhe më të shkelura. Pasqyra është objekt me energji shumë të fortë, aktivizon, lëviz, zmadhon. Kur flini, trupi juaj ka nevojë për qetësi të plotë. Pasqyra e bën të pamundur. Për më tepër, pasqyra që reflekton çiftin në krevat simbolikisht fton një person të tretë në marrëdhënie. Shumë çifte që kishin pasqyra përballë krevatit raportonin tradhti ose grindje të vazhdueshme. Sapo i hoqën ose i mbuluan natën, harmonia u kthye. Zgjidhja më e mirë: hiqeni krejtësisht. Nëse nuk mundeni, blini një copë të bukur dhe mbulojeni çdo natë para se të flini. Unë përdor një copë kadife e ngjyrë vjollcë të errët, duket elegante dhe bën punë. Pika 5. Ngjyra dhe ndriçimi. Krijoni një oazë qetësie. Dhoma e gjumit nuk është klub nate dhe as zyrë. Shmangni të kuqen e ndezur, portokallinë e fortë, të zezën totale dhe të bardhën sterile. Ngjyrat më të mira janë bezh, krem, blu e lehtë ose gri blu, jeshile e butë salvie, roz shumë e hapur për dashuri. Përdorni dritë natyrale gjatë ditës, hapni perdet.
Në mbrëmje, vetëm drita të ngrohta dhe sa më të ulta. Unë kam 3 llamba të vogla me hije prej pëllure liri, krijojnë atmosferë magjike. Pika 6. Objekte për tërheqjen e pasurisë, por me masë. Tani le të flasim për diçka që shumë njerëz e duan, por pak e zbatojnë siç duhet, përdorimin e objekteve simbolike për të tërhequr dhe për të mbajtur pasurinë brenda dhomës së gjumit. Parimi themelor është ky. Dhoma e gjumit nuk është muze dhe as dyqan suveniresh kineze. Energjia e pasurisë është energji delikate, e turpshme, që i pëlqen fshehtësia, heshtja dhe respekti. Nëse e ekspozon shumë, ajo largohet. Nëse e trajton me dinjitet, ajo qëndron dhe shumëzohet. Prandaj rregulli i parë dhe i patjetërsueshëm është: maksimumi 3 objekte pasurie në të gjithë dhomën e gjumit. Jo më shumë. 3 është numri i rritjes. 9 është numri i plotësisë supreme, por vetëm për ata që e kanë praktikuar shumë vite. Cilat janë objektet më të fuqishme që mund të përdorni? Monedat kineze të lidhura me shirit të kuq. Jo 1, jo 5, por gjithmonë 3, 6 ose 9 moneda të vjetra, ose relike cilësore, të lidhura me shirit të kuq të ndezur. Vendosini brenda një kutie prej druri natyral, arë, qershi, ose panje, ose brenda një qese kadifeje të kuqe të errët. Pastaj këtë kuti ose qese e fusim në sirtarin e komodinës së djathtë, ana juglindore e krevatit kur jeni shtrirë. Pse në sirtar? Sepse pasuria e vërtet pëlqen të fshihet dhe të rritet në heshtje si farat nën tokë. Bufi i parave me 3 këmbë. Është mbretkosa e artë me 3 këmbë, me sy të kuq dhe një monedhë në gojë. Por kujdes, vendoset vetëm në këndin juglindor të dhomës, këndi i pasurisë, jo mbi komodin, jo mbi dollap, jo në dysheme. Idealisht lartësia duhet të jetë mes 80 cm dhe 120 cm nga dyshemeja. Dhe gjithmonë kthejeni kokën e bufit drejt brendësisë së dhomës, kur drejt dritares ose derës që të mos dalë pasuria. Kuarci roz ose ametist në formë dyshe. Një çift topash ose vezësh prej kuarc roz, jo të mëdha, maksimumi 5 deri 6 cm, simbolizojnë dashuri dhe pasuri të balancuar. Vendosini një në komodinën e burrit dhe një në komodinën e gruas, në të njëjtën lartësi dhe në pozicion simetrik. Nëse jeni beqar, vendosini të dyja në anën jugperëndimore të dhomës, këndi i dashurisë, sepse dashuria e shëndetshme tërheq edhe pasuri të shëndetshme. Vazo prej qelqi ose kristali me ujë dhe 9 moneda ari ose të arta. Kjo është metodë e avancuar. Merrni një vazo të vogël transparente, mbusheni me ujë të pastër dhe hidhni brenda 9 moneda të arta ose të lyra me ar. Vendoseni në këndin juglindor, por vetëm gjatë hënës në rritje, nga hëna e re deri në hënën e plotë. Kur hëna fillon të zvogëlohet, e zbrazim dhe e pastrojmë. Kjo metodë e shumë fishon pasurinë, por kërkon disiplinë. Pema e parave e vogël. Nëse keni dritë të mjaftueshme natyrale, një pemë parash jo më e lartë se 40 cm mund të vendoset në këndin juglindor. Lidhni me shirit të kuq 3 ose 9 moneda në degët e saj. Por kujdes, nëse gjethet bien, do të thotë që energjia e pasurisë po dobësohet, duhet të pastroni menjëherë të gjithë dhomën. Çfarë nuk duhet të bëni kur? Mos vendosni kur figurina pasurie nën krevat. Mos i lini hapur dhe të dukshme gjatë gjithë kohës. Mos përdorni objekte plastik ose shumë të lirë, sepse energjia e pasurisë njeh cilësinë. Mos e teproni, sepse pasuria urren zhurmën dhe konkurrencën. Më në fund, një sekret. Çdo të premte në mbrëmje, para se të flini, prekni lehtë kutinë ose objektin e pasurisë dhe përshpërikni me respekt. Faleminderit që je këtu. Rritu dhe shumëzohu për të mirën time dhe të gjithëve. Pastaj mbyllni sirtarin dhe harrojeni deri të premten tjetër. Kur trajton pasurinë me respekt, heshtje dhe dinjitet, ajo kthehet tek ti 100 fish. Pika 7. Dyshet, çiftet, sekreti i dashurisë dhe harmonisë.
Nëse doni marrëdhënie të shëndetshme ose doni të tërhiqni partnerin ideal, gjithçka në dhomën e gjumit duhet të jetë dysh. 2 jastëk identik. 2 komodina një lloj. 2 llamba anësore identike. 2 fotografi ose 2 objekte dekorative simetrike. Kjo i tregon universit, unë jam gati për dashuri të balancuar dhe të barabartë. Beqarët që e kanë zbatuar këtë raportojnë se gjejnë partner brenda 3 deri 12 muajsh. Pika 8. Pastrimi i rregullt i energjisë. Përfundim. Çdo mëngjes hapni dritare të paktën 15 minuta, edhe në dimër. Një herë në javë, kaloni me temjan salvie të bardhë ose palo santo. Një herë në muaj, vendosni një tas me krip deti të trash nën krevat për 24 orë, pastaj hidheni në tualet duke thënë, largoj çdo energji negative. Unë personalisht përdor vaj esencial mandarine dhe livando në difuzer çdo natë, gjumi është si një fëmijë. Miq të dashur, nëse zbatoni vetëm këto 8 rregulla për 30 ditë rresht, do të ndjeni ndryshim të madh në energjinë tuaj, gjumin, humorin dhe madje edhe në llogarinë bankare. Shkruani poshtë në koment, cila pikë do të zbatoni e parasonte. Më pëlqeni videon, abonohuni dhe aktivizoni kampanën që të mos humbisni sekretet e ardhshme. Ju uroj gjumë të ëmbël dhe fat të madh në çdo fushë të jetës suaj. Shihemi në videon tjetër.